Policia rrugore e Elbasan është angazhuar 24 në 7 në të gjitha akset rrugore të qarkut e Elbasanit. Aktualisht jemi në një pikë kontrolli, ku jemi duke marrë masa me mjete inteligjente, siç është droni, i cili konstaton shkeljet e qarkullimit rrugor që janë parkalime të gabuara, përdorimi i celularit dhe rripi sigurimin drejtimin e mjetit. Shkeljet që janë burim aksidenti. Në akset e tjera të qarkut të Elbasan, ne kemi vendosur mjetet inteligjente për matjen e shpejtësisë, siç është makina inteligjente e cila bën matjen e shpejtësisë në lëvizje. Gjithashtu dhe kemi radarin statik të vendosur në rrugët rurale dhe ato që përbëjnë pika rreziku për burim aksidentesh. Ne jemi duke punuar dhe në qytet me shkeljet, parkimet të gabuara, qëndrimi mjetit trotuar, si dhe marrja e masave në vijët e kalimit këmbësorëve, ku mjetet që nuk japin përparësi. Njëkohësisht, puna e policisë rrugore në qytet është e fokusuar në identifikimin e mjeteve të cilat përdorin marmitat të modifikuara të cilat shkaktojnë ndotje akustike në qytet. Gjithashtu, puna e policisë është e fokusuar dhe tek mjete të cilat përdorin targa të vjedhura. Në përfundim, këto mjete mund të përdoren dhe për ngjarje kriminale, prandaj ne jemi të fokusuar 24 në 7 për të identifikuar çdo mjet që përbën këto shkelje të qarkullimit rrugor. Por jemi dhe duke identifikuar të gjithë drejtuesit e mjeteve të cilët përdorin pije alkolike në drejtimin e mjetit dhe në gjendje të dehur. Gjithashtu dhe mjetet të cilat përdorin xhamat e rrësuar, që përbëjnë rrezik në qarkullim për drejtuesin e mjetit dhe për qytetarët të cilët janë në qarkullim të lirë. Duke marrë parasysh nga specifika e veçantë që kanë akset rrugore të qarkut e Elbasan, pasi ka shumë hyrje daljesh nga rrugët dytësore për në rrugët kryesore që janë në fluks të shtuar qarkullimi, ju bëj thirrje gjithë drejtuesve të mjeteve të bëjnë kujdes në hyrjen në qarkullim në rrugën kryesore. Gjithashtu dhe drejtuesve të mjeteve që janë në qarkullim të vazhdueshëm duhet të bëjnë kujdes në afërsi të këtyre daljeve dhe hyrjeve nga rrugët dytësore, pasi ato janë dhe të përcaktuara me sinjalizimin përkatës. Pasi ky kujdes nga të dyja palët do të çojë në një siguri më të madhe rrugore për të gjithë drejtuesve të mjeteve. Kemi një apel për të gjithë, sa më shumë të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Ne do të kemi sa më pak aksidente me pasojë në qytetarët. Kjo është motoja jon, shtimi i sigurisë në rrugë dhe ruajtja e jetës së njerëzve.